Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, ja ku po ritakojemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin, këtë herë për të komentuar pak çiftin Briteo, Brikenën dhe Mateon. Unë pak më parë bëra një video të rrugtimit të tyre. Brikena dhe Mateo këto 2 ditë kanë qenë bashkë, do me thënë pas gjithë çlodhjes që i dhanë fillimisht një herë vetes së tyre, pas gjithë momenteve që kaluan me njëri tjetrin, pas gjithë kohës që i dhanë njëri tjetrit, Brikena dhe Mateo kanë përzgjedhur që do me thënë që i dhanë punës së tyre, m'falni, kanë përzgjedhur që këtë kohë t'ja japin njëri tjetrit. Ishte dita e shtunë, dita kur Mateo iku në Prishtinë për të takuar dashurinë e jetës së tij, për të takuar njeriun e zemrës, atë që në fakt i fal paqe dhe dashuri, dhe ishte dita kur i dërgoi edhe Bolin, tashmë një fëmijë të tyre, ato si fëmijë e trajtojnë, derisa t'ju vi kuptohet fëmia i vet, për të takuar dashurinë e jetës, edhe për të ndarë disa momente bashkë. Në fakt kanë qenë të shumta pyetjet dhe kanë qenë të shumta pikpyetjet rreth marrëdhënies të këtij çifti. Unë gjithmonë kam qenë konfuz dhe kam qenë i hapur në fakt rreth kësaj marrëdhënie. Kam dhënë mendimin tim dhe mendimi im ka qenë që çifti është në rregull, gjërat janë duke u shkuar ku më së miri, e jetojnë marrëdhënien e tyre më së miri, e shijojnë marrëdhënien e tyre më së miri dhe janë shumë bukur. Dhe pikërisht ishte një video e cila erdhi në rrjetet sociale, që në fakt u prit me shumë dashuri nga publiku, fanbase-at Briteo, Briki Mateo, Love you Briki, Love you Mateo, Team Briki, Team Mateo, filluan të bëjnë nami në rrjetet sociale, duke e publikuar çiftin ku ndan puthje dhe shumë dashuri. Tani, dashuria thonë lexohet në sy. Nëse ne do të fokusohemi tek syt të Brikit dhe të syt e Mateos, unë mendoj që syt ndriçojnë në momentin kur një njeri është aq i dashuruar dhe është aq i lumtur pranë njeriut që është i dashuruar, sa që ndoshta haron edhe që bota, universi ekziston. Dhe unë në fakt mes Brikenës dhe Mateos në fotografinë e tyre, në imazhin e tyre e pash pikërisht këtë gjë. Do të thënë pash një Mateo që ishte i mbushur shpirtërisht dhe pash një Brikena që ishte jashtëzakonisht e plotësuar dhe tejet e lumtur dhe e gëzuar që po e shionte këtë momentin. Çifti po jeton, po kënaqet, do me thënë sot kanë përzgjedhur që t'ia kushtojnë vetes së tyre. Besoj që në makinë edhe kanë bërë muhabet edhe më shumë, i kanë hapur kartat tashmë komplet, do me thënë kanë marrë vendime edhe më të fuqishme për marrëdhënien e tyre. Nuk është e njëjta me atë bisedën që bëhet në Big Brother, besoj që janë këto biseda tashmë të gjëra, dhe mendoj që afrimiteti që kanë krijuar, koha që kalojnë bashkë, momentet me njëri tjetrin, japin një fokus të bukur dhe e ndriçojnë marrëdhënien e tyre, do me thënë e bëjnë marrëdhënien që të jetë e mrekullueshme dhe realisht unë këtë gjë po shoh te Brikena dhe te Mateo që po e jetojnë momentin e tyre. Me sa duket nga Brikena dhe Mateo, këto kohët e fundit do të marrin vetëm buzëqeshje, do të marrin vetëm pozitivitet, do të marrin vetëm dashuri, do me thënë nuk do të marrin ekskluzivitete. Videot janë goxha të shkurtra, japin vetëm pak gjëra të vogla, por që ka do me thënë një kimi shumë të bukur dhe që ka momente të bukura, kjo nuk diskutohet. Çfarë do të ndodh me Brikenën dhe Mateon dhe çfarë do të bëjnë ato për të qëndruar pranë publikut, jam i bindur që do të sjellin ekskluzivitetet e tyre shumë shpejt, por që dashuria duket në sytë e tyre, në fakt të krijon një lloj emocioni sepse janë përçues të bukur të emocionit të tyre dhe të dashurisë. Unë uroj me zemër që gjithmonë kështu të shkojnë gjërat, ato sot janë bashkë, sonte janë bashkë dhe ndoshta do të na sjellin dhe ndonjë video të bukur nga darka apo momentet e bukura që do kalojnë bashkarisht.